Tri cilësi e bën një imam me tregu se ai e kupton fikun thellë. E para është mos zgjatja e tekbirit. E dyta është mos leximi i gjatë i Kuranit në namaz, dhe e treta është që mos ta zgjat selamin e tij gjatë daljes prej namazit shumë. Këtë e ka thonë Ibrahim an-Nakhaiu, i cili thot se kur imami ta merr tekbirul ihram apo tekbirin hyrës në namaz, mos ta zgjat atë, sepse nëse ai e zgjat atë duke thonë Allahu Akbar, ka mundësi që dikush prej namaz false ta kryej para se ta thot imami atë, dhe pastaj zgjatja e namazit shumë me lexim ka mundësi të ndikoj që njerëzit të rëndojnë namazin. Edhe tretja, kur thot imami Esselamu Aleikum, që ta zgjat atë, ndodhet që dikush nga namazfalësit që ta kryej selamin para imamit, e që në dy situatat edhe tekbiri edhe te selami e bën që njeriu t'i anuloj namazin. Zoti ju ruajt, dhe falni namazin ashtu si Allahu na ka udhëzuar përmes të dërguarit të tij.